Aldo shpreh hapur ndjenjat ndaj Danjës. Ndjenja lind, s'ke çfarë i bën. Në një bisedë sinqert, Aldo ka pranuar se arsyeja vërtet e shkëputjes nga Danja nuk kishte të bënte me një pëlqim për dikë tjetër, por me diçka shumë më të ndërlikuar. Ai e ka pranuar hapur se ndjenjat e tij ndaj saj kishin kaluar kufi te një raporti shoqëror. Shpresoj ta marrësh me qetësi këtë që do të them. Ka disa kohë që po mendoj, po thoja më parë se ndjenja lind, nuk e çfarë i bën. Besoj që nga momenti që jemi shkëputur, shkëputja ka ardhur për një arsye tjetër, jo sepse e pëlqeja Rezin apo dikë tjetër, por sepse papritur fillova të ndjej disa gjëra që s'duhet i ndjeja ndaj teje, gjëra që e kalonin raportin shoqëror. Nuk e kontrolloj dot. Nuk kam çfarë t'i bëj, por edhe unë kam parë diçka nga ti, shikime të një natyre që mbase më kupton. Me këtë deklaratë, Aldo ka lënë të kuptohet se ndjenjat e tij për Danjën nuk ishin thjesht shoqërore, duke shtuar dyshime dhe emocione të forta në dinamikën e tyre.